Përshëndetje gjithëve, kësaj herë në podcast do të diskutojmë për tema nga më të ndryshmet, kryesisht ato që lidhen me fen, por edhe gjeopolitikën. Kam nderin që të kem të ftuar ditën e sotme studiuesin Olsi Yazixhi. Zoti Yazixhi, faleminderit shumë që jeni me ne. Selam aleikum, po ju përshëndes edhe me përshëndetjen islame. Aleikum selam wa rahmatullah. Faleminderit për ftesën. Zoti Yazixhi, si e shikoni ju raportin e sotëm të shtetit shqiptar me fen? Po e nisim kështu. Shteti shqiptar që u themelua nga britanikët dhe francezët në 1920-ën, u themelua si një shtet laik, ku fuqitë e Evropës, më saktë që me statusin organik të vidit të 1913-14, ju ahoqën shqiptarëve musliman që ishin shumica të drejtën për të fatur fe zyrtare, në veçanti islamin, e cila ishte feja e shumicës së popullatës. Dhe që prej themelimit de facto të shtetit shqiptar në 1920-ën, duke vazhduar në kohën e Republikës, më pas në kohën e monarkisë së Zogut, dhe më pas luftës dytë botërore me themelimin e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, por edhe pas rënies komunizmit në 1991 me themelimin e Republikës së Tretë Shqiptare, ndrimi i shtetit shqiptar ndaj fesë në përgjithësi ka qenë jo miqësor dhe pushtetarët shqiptarë kanë ndruar besnik diktateve që atyre ju dhanë pas luftës së parë botërore, ku Islami nuk do të lejohej që të bëhej fe zyrtare shqiptarëve dhe feja do të trajtohej si diçka negative. Qartë, po ashtu, zoti Yazixhi, ju keni studiuar Perëndorinë Osmane, le të themi, prej kohësh dhe jeni një studiues nga më të mirët në këtë drejtim, por si e ndikoni dhe ose më saktë si mendoni që çfarë roli ka pasur Perëndoria Osmane në Shqipëri në këtë që ne jemi sot? E para, kur ka ekzistuar Perëndoria Osmane, nuk ka pasur Shqipëri. Shqipëria zyrtarisht u shpik nga konferenca e ambasadorëve në Londër dhe si realitet juridik u finalizua në korrik të vitit 1913. Përpara kësaj nuk ka patur Shqipëri, ka patur vilajete osmane në Ballkan, vilajeti i Shkodrës, vilajeti i Manastirit, vilajeti i Janinës dhe vilajeti i Kosovës. Dhe në këto vilajete patur popullata shqipfolse që ishin muslimane. Tani procesi i shqiptarizimit apo i ekspansionit të shqiptarëve në Ballkan shkon paralel me ardhjen e turqëve në Ballkan. Lufta e parë e Kosovës e Sultan Muratit. Sultan Murati do të mundi aleancën serbe të Car Lazarit. Ekspansioni i turqëve në Epir, domethënë ajo që ne sot e imagjinojmë si jugu Shqipërisë, dhe ekspansioni i osmanëve kundrejt territoreve që ishin pjesë e Venedikut, ndeshja me Shkodrën, përveç largimit të këtyre mbretërive, mbretërinë e Venedikut që ishte në atë që ne njohim si Shkodër sot, largimin e mbretërisë serbe në atë që ne njohim si Kosovë sot, largimin i despotatit të Epirit dhe i perandorisë bizantine në atë që njohim si jugu Shqipërisë, përveç se do të largoj dominimin latin, serb edhe grek, do të përkrahi këtë racën apo këtë popullin autokton që grekët e thrisnin Albanoj, ndërsa osmanët do ta quajnë Arnaut. Dhe këta Arnautët që
përpara ardhjes së Osmanëve ishin shumë pak musliman, pati Arnaut që u islamizuan sidomos në despotatin e Epirit. Një shembull është Jakub Shpata, djali i Gjinbu e Shpatës, në Art, që ne e njohim si Çamëri sot. Por ndërsa muslimanët mes Arnautëve ishin pakicë, me ardhjen e Osmanëve, Osmanët do të bëjnë aleancë me këtë racë që ata i quajnë Arnaut, që kishin disa karakteristika të veçanta, ishin racë malsore luftarake të tjerë, dhe kjo do bëhet një nga racat kryesore të cilat do të mbështetsin sundimin turk në Ballkan. Që nga momenti kur Sultan Mehmet Fatiu do të marri Konstantinopolën, ku do të kemi shumë shqiptar apo Arnaut, se termi shqiptar është gabim, nga që shpiket më vonë. Do kemi shumë Arnaut sikur Zaganos Pasha e tjerë që do luftojnë me Fatihun, dhe më pas që nga beteja apo më herët, nga beteja Ankaras, ku Sultan Bayazidi do të mundet nga Timur Lengu dhe do të kemi krijimin e perandorisë së dytë osmane, me Mehmet Çelebiun. Të gjitha këto episoda të historisë osmane do kemi Arnautët, që do jenë një nga popujt dominant të osmanizmit në Ballkan dhe në Anadol. Sikur thot Sami Frashëri në veprën e tij Kamus al-Alam, Arnautët do të kthehen në shtyllën kryesore të sundimit osman në Ballkan, por edhe në Anadol. Sami Frashi thot, turku të Arnauti gjeti atë popull luftarak të egër, i cili kishte zanat shpatën, ndërsa shqiptarët gjetën tek osmanët atë padronin i cili do t'i hapte atyre dyert e lavdis dhe pasurisë. Sami Frashi thot, në kohën e shtetit osman, shqiptarët do të luftonin për osmanët nga Jemeni deri në Hungari, kur në këto beteja ata do të merrin flori, do të merrin pasuri, dhe këto do t'i sillnin në adeun e tyre. Dhe në kohën e perandorisë osmane, sikur thot Samiu, por sikur thot edhe i Qerembej Vlora, këto vilajetet turke apo osmane në Ballkan ku jetonin shqiptarët, do të kthehen në disa nga vilajetet apo rajonet më të pasura të perandorisë osmane. Shqiptarët, si një popull malsor që ishte, që nuk ishin ndërtuar ndonjë qytetërim e tyre më herët, tani me osmanët ata do të përqafojnë islamin në masë të madhe, dhe me përqafimin e islamit ata të zhvillojnë infrastrukturën osmane në Ballkan. Qytete sikur Gjirokastra, Janina, Berati, Shkupi, Prizreni, Peja, Gjakova, do të themelohen, apo Korça, do të themelohen nga këta shqiptar të islamizuar, të cilët pasi të përfshihen në sistemin e Depshirmes, ku ata merreshin që fëmijë dhe çoheshin në bursa, ku trajnoheshin në islam dhe në artin ushtarak të jeniçerëve, ta persona më mbrapa do bëheshin ose luftëtar me armatën e jeniçerëve, ose pashallar, ose agallar, ose vezir të perandorisë. Dhe këta persona, që në origjinën e tyre më herët kishin qenë të krishterë, shumica ortodoks, pas islamizimit do ktheheshin në viset e Arnautëve, viset shqiptare, ku do të kujdeseshin që të përhapshin fen e turku që ishte islami. Shembulli më perfekt është Korça, e cila do zhvillohet nga Ilyas Bey Mirahori, një shqiptar jetim, i cili do të martoj motrën e tij me Sultan Bayazidin. Dhe duke u integruar dhe duke u bërë kunati i sultanit, Ilyas Bey Mirahori do të marrë investimet osmane
dhe do ndërtoj atë që ne njohim sot si qyteti i Korçës, ku do ndërtohet xhamia e qytetit, do ndërtohet medreseja, do të ndërtohet hamami i qytetit. Dhe kështu fillon procesi i urbanizimit osman në Shqipëri. Nëse shohim për shembull qytete sigur Gjirokastra, apo Berati, apo Prizreni, këto qytete janë dëshmi e qytetërimit islamik që shqiptarët e osmanizuar, të cilët do të kthehen në shtyllën kryesore të sundimit turk dhe islamik në Evropë, do të përdorin pushtetin e tyre një për të qytetëruar shqiptarët, për të urbanizuar vendet ku jetonin shqiptarët, dhe në të njëjtën kohë, sikur tregon edhe historiania amerikane Barbara Jelavich, shqiptarët do të kthehen në shtyllën kryesore të osmanëve në Ballkan. Dëshmitë e lavdisë së shqiptarëve në perandorin apo në kalifatin osman mund të shihen sot në të gjitha cepat e ish perandorisë, që nga Algjeria, në Algjer, ne deri sot e kësaj dite i kemi varret e Arnautëve, deri në Hungari, ku për shembull në Pet kemi xhamin e Gjakovali Hasan Pashës, deri në Budapest, ku në Buda kemi peqen e Gül Babait, edhe deri në Beograd, ku kemi xhamit e pashallarëve shqiptarë. Pra, shqiptarët do të integrohen me familjen e djerë së Osmanit, dhe do të kthehen në popullin kryesor i cili do të kryej xhihad apo futuvat kundër të pafeve në Evropë, ku në rastin konkret, pasi osmanët do të mundin dhe do të nënshtrojnë serbët, bullgarët, rumunët edhe grekët, armiku kryesor i osmanëve në Evropë do të ngelen rusët dhe austro-hungarezët. Qartë, si e shikoni zotja Zexhi figurën e Skënderbeut në narrativën moderne shqiptare aktualisht? Skënderbeu është një person i parëndësishëm në historinë e shqiptarëve, por me krijimin e Shqipërisë nga fuqitë evropiane dhe më saktë me projektin e shqiptarizmit që austro-hungarezët do të nisin në 1890 pas Kongresit të Berlinit, evropianët kishin nevojë që të shpikin një mit anti-islamik për këto fise fanatike myslimane që jetonin në Evropë. Për këtë arsye, sikur Theodor Falkozi përmend në një letër që ai i dërgon shërbimin sekret austriak në Vjenë, kur Falkozi do të bëhet edhe personi që do shkruajë i pari historinë e shqiptarëve, ai i propozon Vjenës që hero për këto fiset myslimane që ishin në Ballkan, të ngrejnë mitin e një luftëtari që kishte luftuar në shekullin e 15 kundër Sultan Mehmetit me emrin Gjorgje Kastriota. Sipas Falkozit, në fund të shekullit të 19, miti i Gjorgje Kastriotës ruhej në fiset sllave të Malit të Zi, ku slavët e adhuronin atë sikur fjala bie ortodoksët e Elbasanit adhurojnë Shën Vladimirin. Dhe Falkozi thot me qënë se ky ka luftuar në këto territore ku janë këta myslimanët sot, ne duhet që ta projektojmë këtë person si heroin e këtyre fiseve, në mënyrë që këta të ndërtojnë një identitet ndryshe nga turqit. Megjithë se austriakët do të jenë të parët që do ta ngrejnë idhullin e Skënderbeut, Skënderbeu do të jetë i panjohur mes shqiptarëve deri në vitet 60. Do duhet që të krijohet shteti modern shqiptar në kohën e Enver Hoxhës, kur në vitet 50
do të jetë Bashkimi Sovjetik dhe agjentura sovjetike, e cila do të prodhoj filmin Skënderbeu, ku aktori Georgian Akaki Harova do të luaj figurën e Skënderbeut dhe fal modernizimit të Shqipërisë komuniste dhe elektrifikimit masiv, shqiptarët do të njihen me këtë hero mitik i cili ngjan pak shumë Odises në filmin me Ciklopi. Dhe ky hero së bashku me gruan e tij Donika Kastriota, e cila do të luhet nga Besa Imami, që ka qenë mamaja e Artur Zhejt që vdiq përpara disa javësh, do t'i futen shqiptarëve në shpirat e tyre dhe do t'i krijojnë atyre këtë imazhin e një supermeni i cili është aty për të mbrojtur kombin nga turqit. Por edhe pse fillimisht miti i Skënderbeut do të shpiket nga propaganda austriake dhe italiane, me qëllim prozelitimi, apo për t'i bërë shqiptarët që të braktisin fen e Allahut dhe të përqafojnë fen e Romës, në kohën e Shqipërisë, kur Skënderbeu do të bëhet me të vërtet i famshëm me shqiptarëve, Skënderbeu që komunistët do të ndërtojnë, do të portretizohet si një hero laik, një hero i cili lufton kundër barbarisë turke, se kjo ishte slogani komunistëve në atë kohë, që turqit janë aziatike dhe aziatikët janë barbarë. Por Skënderbeu i filmit të Akaki Harovës dhe Besa Imami, emri i aktorit Donikës Besa Imami, ky hero nuk lufton vetëm kundër turqëve, por ky lufton edhe kundër Vatikanit dhe Venedikut. Pra, Enver Hoxha, si hati modern i njeriu të ri shqiptar, së bashku me aparatçikët e tij, sigur Ismail Kadareja e të tjerë, do ndërtojnë një Skënderbe i cili do portretizohet sigur është shqiptar, është laik, është hero i shqiptarëve dhe është aty për të luftuar jo vetëm barbarizmin islamik, kur e portretizonte propaganda komuniste, por edhe imperializmin perëndimor. Dhe ju në Tiranë keni atë bustin e Skënderbeut, dhe ky busti i Skënderbeut do të vendoset aty pasi Shqipëria prishet me Bashkimin Sovjetik në kohën e Khrushchevit. Dhe në kohën që Enver Hoxha do të prishet me Khrushchevin, nga frika që i kishte se Khrushchevi po afrohej me Jugosllavët dhe me Titon, aty ku sot është Skënderbeu ka qenë busti i Stalinit. Do hiqet busti i Stalinit dhe në vendin e tij do të vihet busti i Skënderbeut. Pra çfarë ndodhi me shqiptarët është që pas luftës së dytë botërore, regjimi i Enver Hoxhës, heroin komunist, heroin kryesor që pati, ishte Stalini. Ku Stalini portretizoi si një farë supermeni, si një farë Skënderbeu, si ati i kombeve të roboruara, si shqirimtari i shqiptarëve nga pushtimi nazifashist. Por me prishjen me sovjetët, çfarë do bëjë Enver Hoxha? Do ta hiqë Stalinin dhe do të sjellë Skënderbeun. Dhe Skënderbeu do portretizohet në mitologjinë nacionaliste shqiptare si një pararendas apo si një gjon pagëzor i cili i predikonte shqiptarëve që do vi një kohë e ardhur, kur do vi një hero edhe më i madh se sa unë, dhe ai është Enver Hoxha. Dhe shqiptarët në kohën e komunizmit, unë jam gjenerat që jam lindur në kohën e komunizmit, do të trushplahen në shkollat e tyre me idhujtari dhe adhurim për atdheun, për shembull kënga e mentor Xhemalit për ty atdhe me këto male të larta e tjera. Po shqiptarët do të trushplahen që në vend që të adhurojnë Zotin, të adhurojnë malet edhe atdheun, dhe ky atdhe do jetë do formsoj një farë besimi trinitar ku atdheu
me Skënderbeun do të shërbejnë si biri dhe shpirti i shenjtë në Trinitetin e Krishterë, ku Enver Hoxha do të jetë pak a shumë ati i Trinitetit të shqiptarizmit modern. Pra, Skënderbeu është një shqitje të cilin e nisi agjentura austriake, e mori Katolikja italiane pas luftës parë botërore, e përvetsoi Zogu për disa kohë por pa sukses, dhe më pas do të jetë Enver Hoxha i cili do ta marrë Skënderbeun dhe do ta bëjë pjesë të trinisë së shenjtë të nacional komunizmit shqiptar, i cili ishte Enver Abde Skënderbeu. Qartë, zoti Yazexhi, po ashtu nuk e di nëse në kërkimet e tuaja në arkivat osmane a keni gjetur fakte që ndryshojnë rrënjësisht atë që ne kemi mësuar në shkollat tona? Skënderbeu nuk është një person i rëndësishëm. Jo për Skënderbeun, për të gjitha dimensionet. Shqiptarët nga osmanët janë trajtuar me shumë respekt, janë trajtuar si një popull besnik, një popull shumë fetar dhe nga heronjtë e Islamit. Për këtë mjafton që dikush lexoj Sami Frashërin, Kamus i Adam, apo enciklopedia botërore që i shkruan. Dhe aty Sami Frashëri jep emrat e dhjetra në mos qindra shqiptarëve, të cilët kanë qenë nga heronjtë më të mëdhenj të Islamit në Evropë, që nga marrja e Konstantinopolës deri te marrja e Beogradit, e Budapestit e tjerë. Pra, në letërsinë osmane, në historiografinë osmane, shqiptarët portretizohen si një nga popujt më heroik të Islamit. Por në për shkollat e Shqipërisë, në historiografinë që u zhvilluan në Shqipëri, në kohën e Republikës dhe monarkisë së Zogut, dhe më pas edhe në kohën e pushtimit fashist italian, por në veçanti në kohën e pushtimit komunist, është që shqiptarët mësojnë një histori tjetër. Historia e shqiptarëve nis me mitin apo me prallën e 28 nëntorit, ku shqiptarëve i tregohet se përpara 28 nëntorit shqiptarët nuk ekzistonin, por ishin në robërinë e Islamit dhe turqëve. Por i thuhet erdhi ky plaku i urtë në 28 nëntor edhe na shpalli pavarësinë të lirë. Dhe narrativa historiografike shqiptare i krijon shqiptarëve një gap, të cilin në për tekstet shkollore, por edhe në për muzeume quheshin, apo sigurisht quhen edhe Ismail Kadaria, 500 vite errësirë. Pra shqiptarëve i fshihet gjithë kjo historia e tyre islamike me osmanët. Dhe atyre i thuhet që vetëm përpara 500 viteve ne ishim njerëz dhe ishim qytetëruar, se ishte ky Skënderbeu, edhe para Skënderbeut ishin këta arbërorët, edhe para arbërorëve ishin ilirët, por erdhën turqit edhe na vranë, dhe neve rilindëm në 28 nëntor 1912, dhe pastaj çdo regjim, qoftë regjimi i Zogut, qoftë regjimi i Enver Hoxhës, qoftë regjimi i Edi Ramës, të gjithë shihen mbrapa mitit të Skënderbeut, ku mundohen që t'i tregojnë shqiptarëve që ata turqit ishin të këqij, po Skënderbeu ishte i mirë, dhe tani jemi neve bijtë e Skënderbeut, që po u çojmë juve shqiptarëve nga fitoria në fitore. Pra, historia që mësojnë shqiptarët është një histori e rreme. Historia e shqiptarëve nis në 28 nëntor 1912. Shqiptarëve nuk i tregohet në për shkollat e tyre për shembull që Ismail Qemali rrite nga një familje otomane, familja Gedika Ahmet Pashës, i cili mori Konstantinopoljën dhe pushtovi edhe Brindisin për osmanët. Nuk i tregohet për shembull që Ismail Qemali, që një nga figurat më të rëndësishme politike në fundin e perandorisë osmane, ka qenë sekretar i kryeministrit Mithat Pasha, ka qenë antar parlamenti, ka qenë zyrtar shumë i lartë, dhe ka qenë edhe i drejtuesi i parlamentit osman. Nuk i tregohet historia për shembull që njerëz sikur Esat Pasha
kanë qenë nga herojt e luftës greko-osmane të viteve 1890, ku shqiptarët mundën në rebelimin grek. Nuk i tregohet roli që shqiptarët kanë patur dhe arritit e tyre në kohën e perandorisë osmane. Nuk i tregohet që shqiptarët kanë sunduar Egjiptin, kanë sunduar Algjerin dhe ishin padronët e Mesdheut në kohën e Osmanëve. Por shqiptarët i tregohet që jeni popull që erdhi turku, na vrau, na përdhunoi, na bëri me dhunë mysliman, por shqyr që jemi neve tani, që u shliruam juve nga turku dhe nga islami. Zotëri Exegji, në këtë drejtim për ta bërë akoma edhe më shumë dinamike bisedën, ka pasur një shkrim së fundmi nga shkrimtari ish politikani Ben Blushi, ku tregon disa arsye të paktën sipas tij se pse Shqipëria ndodhet në këtë gjendje ku ai fajsonte perandorinë osmane, duke thënë që e la Shqipërinë njëjtë siç thoni ju në errësirë, e la me administratë të korruptuar, administratë të paarsimuar, e la në kushte tepër të vështira, në toka të pa bonifikuara. Keni një përgjigje? E para, Ben Blushi nuk është historian dhe ai është ignorant nga ana e historisë. Ai është e dyta, Ben Blushi vjen nga një familje që ka historikisht urrëtie kundër islamit, që nga gjyshrit e stërgjyshrit e tij, që ishin ndoshta televizjen e Vorjo e Pirit, duke dalë te baba i tij, Kiço Blushi, i cili ka qenë një nga regjisorët kryesorë të regjimit komunist, ku në për filmat e tij, si propagandist që ishte i realizmit socialist, Kiço Blushi ka ndikuar në mënyrë masive në nxitjen e urrëties kundër turqëve islamit në Shqipëri. Tu përmendim për shembull filmin Tokë për gjakur, për personat që e kanë parë filmin, ku aktoria Margarita Xhepa luan dhe tregon atë nënën heroike vllahe të krishterë, të cilës i vrasin burrin, Miti apo Dimitri, dhe djali i Mitit, Gjergji, është ai komunisti që lufton për shlirimin e Shqipërisë nga Islami. Në këtë film, Beu i Fjerita, nuk e mbaj mend se në cilin qytet bëhet filmi i Kiço Blushit, tregohet që është një islamik otoman, edhe pse ishte shqiptar, dhe ky Beu që robëronte shqiptarët prima dhe heroik, ishte në aleancë me hoxhën e qytetit. Pra, Ben Blushi pak a shumë ndjek linjën e babait të vet, Kiço Blushit, dhe kjo është një linjë islamofobike, ignorante, e cila, domethënë, në kohën e komunizmit, kjo islamofobi u përdor si armë ideologjike e regjimit komunist për të luftuar ato që Enver Hoxha quante klasat e përmbysura. Dhe duhet dim diçka që klasat e përmbysura në kohën e komunizmit ishin myslimanët. Nga që pas pavarësisë në vitet 1920, myslimanët ishin pjesa më e pasur e popullsisë së Shqipërisë, se myslimanët posedonin toka. Myslimanët ishin bejler, agallar, çiftligar, hoxhallar, dervishler, etj. Dhe regjimi komunist, ashtu sikur edhe revolucioni komunist i Hanolit në 1924, synonte që t'i merrte tokën shqiptarët mysliman, dhe ajo tokë t'i shpërndahi minoriteteve, sikur vllehët, bullgarët, grekët, katolikët që jetonin në Shqipërinë pas osmane. Dhe ideologjia e Kiço Blushit u përdor në kohën e komunizmit, ku nëpërmjet sulmit kundër myslimanëve shqiptar, justifikoi lufta ideologjike e komunizmit kundër kulakëve. Domethënë, kulakët në kohën e komunizmit ishin ata myslimanë që kishin prona dhe nuk pranonin që t'i jepnin këto prona partisë. Dhe duhet dim diçka që komunizmi në Shqipëri është një ideologji që u soll nga minoriteti vllah, në veçanti vllehët e Korçës, nga vjen edhe Ben Blushi. Ishte Gjergj Kokoshi, Kristo Themelko, Pandelit Kristo. Ishin kjo bandë agjentësh vleho-jugoslav, ata që do të sillnin komunizmin në Shqipëri. Dhe
në Shqipëri sikur mos kishte ndodhur grushti i shtetit që Stalini organizon me Berian në vitin 1948-49 nëse kam gabim, ku Enver Hoxha tregon edhe në librin e tij me Stalinin se çfarë i tha Stalini kur ai iku në Moskë. Shërbimi sekret sovjetik e dinte që në Shqipëri komunizmi ishte një lëvizje e minoritetit vllaho ortodoks kundër shumicës myslimane që drejtohej nga agjentura jugoslave. Dhe kur Stalini prishet me titull, ne do kemi tjelljen në pushtet të myslimanëve, sikur Enver Hoxha, Hysni Kapo, Mehmet Shehu e të tjerë. Por edhe pse myslimanët erdhën në pushtet me luftën kundër hitizëve, sërish ka dhe ortodoksët që sollën edhe komunizmin nga Jugoslavia, nga agjentura jugoslave, do të vazhdojnë të urrëtitjen kundër myslimanit shqiptar. Dhe po të shikoni për shembull filmat e realizmit socialist, apo edhe romanet që do prodhohen në këtë kohë nga Quisling, sikur Ismail Kadareja me shok, gjithmonë myslimani, osmanët, do të portretizohen si armiqtë e kombit dhe ndaj myslimanit shqiptar që në kohën e komunizmit do të ushtrohet ky presioni dhe do t'i tregohet që ti je tradhtar pse e bën mysliman dhe ti duhet ta lësh myslimanizmin. Dhe çfarë ndodhi në kohën e komunizmit është që lufta ideologjike që u bë nga këta spin doktor apo nga intelektualët të cilët ishin dërmueshëm vëllezër ortodoks, do të portretizonte myslimanët në mënyrë negative. Arsyeja pse njerëz si puna ime kemi emra Olci apo bijtë e tjerë myslimanëve që kanë emra Alban, Sokol, Elvis e tjerë, është se në kohën kur neve lindëm, në vitet 70 dhe 60, lufta ideologjike kundër myslimanizmit ishte aq e madhe, saqë nëse ti do doje t'ia vije djalit tënd emrin Muhamet apo Abdullah, leqe do të tallën te fronti i lagjes, por nuk të lejonin as ligjërisht që ta emëroje djalin tënd Muhamet apo Abdullah apo Hasan apo Hussein. Pra, ajo që bën Ben Blushi sot është pak a shumë reflektim i backgroundit historik, kulturor dhe familjar të Benit. Beni nuk ka arritur asnjëherë që të mësoj historinë se çka ka ndodhur. E dyta, duke qenë se Beni vjen nga minoriteti vllaho ortodoks, ai ka problem familjar me myslimanët shqiptar, nga që në kohën e perandorisë osmane, myslimanët ishin personat me pushtet. Dhe kjo urrëtie dhe islamofobi kundër islamit trashëgohet nga gjenerata në gjeneratë. Po ashtu, zoti Azexhi, po i referohemi sërish figurës së zotit Blushi në një libër që ai ka bërë së fundmi, flet Unë jam musliman, titullohet libri, nuk e di nëse e keni dëgjuar. Ai ndan sipas tij islamikët nga muslimanët që janë komplet dy rrymat kundërta, gjithmonë sipas zotit Blushi, dhe në një farë forme krijon një lloj revolte ndaj besimit musliman në Shqipëri. Si e shikoni këtë qasje? Unë nuk e kam lexuar këtë roman, po kam lexuar romanin e mëhershëm të Benit, Të jetosh në ishull. Në atë roman Beni muslimanin shqiptar e tregon si pederast, si servil, si njeri që i lëpihet fuqishve. Dhe Beni vazhdon pak a shumë me të njëjtën linjë mendimi, unë edhe pse nuk e kam lexuar këtë romanin tjetër, unë kam parë intervistat e tij dhe ai, domethënë, pasi është sulmuar publikisht nga shumë njerëz për racizmin e tij, sidomos libri Të jetosh në ishull është një libër shumë racist, ai ofendon homoseksualët, ofendon turqit, evgjitët, ciganët, në gjithë ato grupe tjera shoqërore, ku edhe profetin Muhammed e tregon si evgjit. Për këto ai duhet ishte në burg, por nuk e fut njëri në burg, se këto janë nene që në kodin penal që mund të konsiderohen si nene që nxisin urrëtie. E do të them, pasi Beni ka ardhur në sulme publike për këtë romanin
tjetër që ju përmendët, jam musliman, ai ka nxituar që thotë unë ndaj muslimanët nga islamikët. Çfarë nën kupton ai është që unë nuk ju urrej të gjithë muslimanët shqiptar, po urrej ata që praktikojnë islamin, nga që ata që praktikojnë islamin nuk e duan Shqipërinë, janë me otomanët, nuk e duan Skënderbeun etj. Dhe Beni nuk e ka gabim në disa gjëra që thotë. E para është që muslimani shqiptar në përgjithësi nuk ka urrëtie për osmanët, nga që muslimanët, po jo vetëm muslimanët, kemi edhe shumë ortodoksë, për shembull njerëz si Fatos Lëbonja e tjerë, të cilët kur janë futur me seriozitet regjimit të historisë, e kanë kuptuar që osmanët nuk kanë qenë ashtu sikur ka treguar komunizmi. Osmanët kanë patur një perandori të ndritur, një perandori që solli pushtet, dhe që në shekullin e 16 në kohën e Sulejman el Kanunit u bë Amerika apo perandoria e botës. Kurse Beni ose nga që është ignorant, ose nga që e bën me një agjendë negative, refuzon që të pranoj arritjet botërore të osmanëve dhe faktin që osmanët në disa, po thuaj se në 2 shekuj u kthyen në superfuqinë supreme të globit tonë dhe në qendrën e progresit dhe qytetërimit. Beni i refuzon këto gjëra dhe i akuzon muslimanët, thonë se këta i duan otomanët, po normal që i duan, sepse muslimanët nuk janë ignorantë si Beni. Muslimanët e njohin historinë, njohin otomanët dhe nuk i pranojnë budallaqinat e Benit dhe Benve. Ai thotë muslimanët nuk e duan Skënderbeun. Po, nuk i duan Skënderbeun, nga që ata e dinë që Skënderbeu është një mit që u shpik nga shërbimi sekret austriak dhe italian, dhe që u përdor nga Zogu, nga fashistët italianë, nga Enver Hoxha, për përdorët edhe nga Edi Rama sot, për qëllime politike. Dhe muslimanët kanë një gjë, muslimanët janë njerëz që besojnë në tauhid, ata besojnë në Allah. Dhe sipas Kuranit, të besosh në idhull është haram. Dhe Beni ndoshta nuk e di këtë, ose ndoshta e bën me dashakeqësi, ai u refuzon muslimanëve të drejtën për të qenë tauhidist. Dhe sipas besimit të Kuranit, njerëzit besimtarët muslimanë e kanë të ndaluar që të besojnë në idhull. Historia e profetit Muhammed është histori kundër idhujve. Historia e profetit Ibrahim është histori kundër idhujve. Historia e Musait a.s. është histori kundër idhujve. Kurani neve na tregon që gjithmonë historinë e njerëzimit, njerëzit shpikin idhuj dhe i adhurojnë ta sikur të jenë zota. Në kohën e Muhamedit a.s. në Mekë, Qurayshët adhuronin Latin, Uzan edhe Manatin. Por Allahu në Kurani sulmon të idhuj, thotë që i keni krijuar ju me duart tuaja. Si i faleni ju këtyre? Ndërsa atij që i duhet i faleni është Allahu. Dhe muslimanët janë universalistë, ata nuk janë zbujtarë. Dhe Beni ka të drejtë kur thotë se muslimanët duan otomanët dhe nuk duan Skënderbeun. Por kjo nuk i jep Benit të drejtë që të nxjisi urrëtie dhe islamofobi, se muslimanët nuk besojnë në idhuj. Baza e besimit islam është tauhidi, është besimi vetëm në Allah. Baza e shahadetit në islam është la ilaha illallah, nuk ka zot përveç Allahut. Edhe të gjithë këta të tjerët, Enver Hoxha, Skënderbejt, Zograt, mujat, e halilat, çfarë do lloj idiotësira që krijon nacionalizmi dhe mitologjia nacionaliste, sipas Kuranit janë haram. I besimtari vërtet nuk beson dot në idhuj. Dhe Beni duhet t'i respektojë muslimanët për tauhidin e tyre dhe për besimin vetëm në Allah dhe në shkencë dhe në qytetërim dhe jo në budallaqinat që njerëz sikur babai Benit Fiçobdushi, Enver Hoxha dhe regjimi komunist prodhuan në Shqipëri. Qartë, zotë Yazdaxhi, dhe një pyetje të fundit, por nëse mund të kemi një përgjigje relativisht të shkurtër, si shikoni rolin e Turqisë sot në botë, edhe në konfliktet që janë akoma të ndezura? Ka pasur një rol, domethënës, duhet të thënë, në konfliktin që ishte pak më herët në lindjen e mesme mes Izraelit dhe Palestinës, po ashtu edhe në konfliktin tjetër Ukrainë-Rusi,
ka ndërhyrë ku është parë si vendi ku mund të krijojë edhe tryezat e diskutimit, ndërsa edhe në konfliktin tjetër që është akoma një tension, le të themi, në nisje mes SBA-s dhe Venezuelës, po ashtu ka pasur dhe një rol domethënës presidenti Erdogan me një telefonat që ka pasur ndaj presidentit të Venezuelës zotin Nicolas Maduro. Si e shikoni këtë rol? E para që duhet të sqarojmë është që Turqia nuk është perandoria osmane. Turqia është një nga disa shtete që dolën nga perandoria osmane. Dhe për njohësit e historisë të perandorisë osmane, si puna ime, unë jam profesor i historisë osmane, ne shqiptarët jemi më shumë osmanë se sa turqet. Turqia është një vend që u shpik pas luftës parë botërore me ndërhyrjen e agjenturës bolshevike, britanike dhe franceze dhe me rolin e Ataturkut. Por Turqia, ndryshe nga Shqipëria, apo nga Greqia, apo nga Siria, vendet të cilat e refuzuan në mënyrë kategorike perandorinë osmane, në një farë mënyre e përvetsoi të kaluarën osmane, edhe pse gabimisht e turqizoi atë, duke pretenduar se osmanët ishin turq. E dyta është që Turqia ka kaluar në diktatura që nga koha e Ataturkut në 1922 deri në kohën e Bülent Ecevitit në 2002, po nga viti 2002 e më kthej me zgjedhjen e Erdoganit si kryeministër dhe më pas si president, Turqia ka hyrë në një fazë të re në historinë e saj moderne. Është një Turqi e cila ndërsa në kohën e ataturkizmit mohonte rrënjët e saj islamike, Turqia ka ripërqafuar narrativën otomane, por edhe islamike në politikën e saj të brendshme dhe të jashtme. Dhe Turqia, nën udhëheqjen e Recep Tayyip Erdoganit, është kthyer në një fuqi të madhe jo vetëm rajonale, por edhe botërore. Turqit i kemi prezent, sikur ju përmendët, nga konflikti në Ukrainë, nga konflikti Azerbajxhan-Armeni, lufta në Gaza, ndryshimi i regjimit në Siri etj. Turqia po mundohet të rikrijojë sferën e saj të influencës. Disa analistë perëndimor e quajnë neo-otomanizëm, por Turqia po mundohet që të krijojë rajonet e saj, ku ajo do të dominojë, bazuar në historinë e perandorisë osmane. Turqit investuan shumë edhe në Shqipëri, sidomos me ardhjen e Edi Ramës në pushtet në 2016, por në Shqipëri me sa duket ata kanë patur zhgënjime nga që nuk kanë arritur ato që ata pretendonin të arrinin. Por në anën tjetër, Turqia nuk është më një shtet pa ambicie rajonale, por tani ne mund të themi që Turqia është fuqia më e madhe rajonale e lindjes mesme, e mesdheut dhe me ndërhyrjet e saj ushtarake, ekonomike, strategjike në konfliktet që nga deti i Zi në Ballkan, në Afrikë e të tjerë, Turqia është një shtet i cili ka ambicie imperiale, por këto ambicie shkojnë paralel me aleancën e Turqisë me Amerikanët dhe me NATO. Qartë. Zoti Jaseci, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë komunikim.